Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, që lufton çdo ditë për ta kthyer Shqipërinë në një destinacion turistik, nuk e ka fare idenë se çfarë përfaqësojnë terminalet e turizmit dhe agjencitë turistike. Mund të ketë një listë emrave të agjencive turistike, kontakteve dhe adresave të tyre, por asgjë tjetër. Cilët janë personat që fshihen pas tyre, me çfarë aktiviteti janë marrë, apo nëse trafiku jo turistik është synimi kryesor i tyre, ministria nuk e ka aberin. Vendet e zhvilluara demokratike, agjencitë turistike i kanë jo vetëm në fokus, por edhe partnere inteligjente të agjencive lizbatuese. Në Shqipëri, gjysma e agjencive turistike kanë aktivitet dyshimt, pas paketave turistike që të çojnë në çdo pikë turistike të botës, por edhe që të sjellin për në Shqipëri, fshihet një aktivitet i errët. Jo pak herë ka dalë në fokusin publik trafiku i klandestinëve që bëhet nga rinasi nëpërmjet këtyre agjencive. Në defteret e agjencive fshihen me dhjetra të dhëna udhëtimesh të nxehta, që nga politikanët me dashnoret e tyre, deri te transportet e ftohta të parave apo dokumenteve të falsifikuara. Linjat ajrore dhe toksore të agjencive turistike janë hambar informacioni. Por kush i ka? Kush i përdor këto databaza turistike? Bileta, çmime dhe vërtetime për udhëtime të pafajshme në Dubai, Turqi, Spanjë apo SBA. Faturat e agjencive turistike janë përdorur edhe si prova mbrojtëse në procese gjyqësore që lidhen me akuzat e rënda penale. Globus Travel është një nga agjencitë më të njohura turistike në vend, ofron paketa turistike në vendet më të bukura të botës dhe shet bileta për transport detar, ajror, toksor për çdo pikë të rruzullit. Globus Travel ka si pronare Eleonora Gjonpalaj, Lekgjonaj dhe administratore motrën e saj, Adiola Lekgjonaj. Eleonora, që në vitin 2002 bënte ndërmjetësen e biletave në sheshin përballë i Shkafe Flora bashkë me motrën e saj, sot kanë ngritur një perandori udhëtimesh, por pas tyre qëndrojnë dy burra të fuqishëm, Astrid Gjonpalaj dhe Blenard Gila. Ky i fundit krijoi edhe agjencinë Cosmos Tours, që më pas janë ndërroi emrin në Manu Travel. Eleonora dhe Astrid Gjonpalaj u larguan për në SBA pas ardhjes së qeverisë socialiste dhe sot drejtojnë nga atje biznesin familjar Globus Travel, tashmë si dy shtetas amerikanë. Në vitin jo shumë të largët 2012, një raport confidential nga BE rrezikonte Shqipërinë të kthejë regjimit të vizave në hapësirën Schengen. Shqipëria që kishte fituar lirinë Schengen me bujë të madhe në vitin 2010, për 2 vite rrezikoi ta humbiste atë, pasi rinasi u bë terminali i trafikut klandestin për në BE. Trafiku bëhej nëpërmjet pajisjes me pasaporta false shqiptare, pajisja me bileta të agjencive turistike të klandestinëve, sidomos shtetasve nga Kosova dhe Turqia. Në shkurt 2012, Italia izoloi për të disatën herë shtetas shqiptar që kishin ardhur nga rinasi. Problemi u bë i madh pasi i gjithë rinasi ishte korruptuar në formë të organizuar nga Maja tek Trau. Qeveria Sali Berisha me Flamur Nokën, ministër të brendshëm, u detyrua të merrte masa për fajtorët e trafikut. Nga hetimet e SHKB të asaj kohe, që referoi materialet në prokurorinë e Tiranës, fajtorët dolën gjithë zinxhiri komandues i policisë së rinasit, plot 17 oficerë. Për 15 u morën masa, 5 oficerë u përjashtuan nga policia, ndërsa shefi i hetimit të krimeve në aeroportin e rinasit asaj kohe, komisar Astrid Gjonpalaj, shpëtoi me ulje grade dhe transferim si shef në komisariatin e Laçit. Hetimi i brendshëm nxorri në atë kohë se biletat e kosovarëve klandestinë ishin prerë në një agjenci që ndodhej në Rinas, Globus Travel. Sipas deklarimeve të kjo pikë biletarie, brenda në aeroport kishte 2 vjet që bëhej ky aktivitet turistik. Në verën e vitit 2013, me ardhjen e qeverisë socialiste në pushtet, Globus Travel u zhvendos nga rinasi për në Kafen Flora, aty ku është edhe sot, ndërsa Astrid Gjonpalaj u përjashtua nga policia. Ai dhe Eleonora Gjonpalaj u larguan për në SBA, përfituan shtetësinë amerikane dhe nga atje drejtojnë perandorinë turistike Globus Travel, që tashmë ofron udhëtime legale për në çdo cep të botës turistike. Globus Travel dhe Cosmos Tours vazhduan biznesin familjar të pashqetësuar nga shteti, edhe kur të dy agjencitë u kthyen në zanatin e vjetër. Një dosje me dokumente të këtyre dy agjencive turistike është duke u verifikuar në redaksi. Aty tregohen fakte, prova dhe deklarata që hedhin dritë mbi disa afere të dy motrave Lekgjonaj. Shteti duhet të hapë syt tek agjencitë turistike, që shërben jo vetëm si terminale klandestinësh që vinë nga Kurdistani apo Pakistani, por që jo në pak raste janë kthyer në fole biznesi të rehatshëm për personazhe me të kaluar të dyshimt.